Shiko, unë nuk jam nga ata njerëz që dorëzohen. Jo, për gjithë mekanizme, se nuk ka puna me... Unë nuk jam nga ata njerëz që dorëzohen. Unë jam i smur me optimizëm, unë mendoj që mund të bëhet. Politika lëviz shpejt. Nëse zoti Berisha ka kurajën, sepse ka bërë dhe demokratëve, e kanë zgjedhur president dhe kryeministër. Po nuk ka kurajë, kima i tha, nuk iki vdek jam largo tha. Mirë. Vdek jam largo. Shiko. Ky tjetri doli tha se do të hym drum, do plat, do kërcasi unë e drumi. Shiko, e para. A kuptoti ku je? E para po të them këtë gjë që në politikë nuk ka asnjë mandat për misionar. Ata njerëz atje do i thonë që siç isha dakord që në 2021 ti thoshin Bashës po, Rama ti bëu zgjedhje, po ti duhet ikësh se kështu është neni. Po nuk ishte Basha Berisha më bu. Një sekond. Se ti e the Berisha ishte. Po kështu do i thonë dhe Berishës. Zotëri. Kush do t'i thotë? Do misionar shko gjej një misionar, domethënë gjej një mision. Po nuk ka mision Berisha më. Ndërtoi një sekti Berisha, bëje kish xhami, ç'a dush ti, domethënë, por Partia Demokratike i mund bëj vetëm shkinë e djallit se xhamia e kish nuk do të. E kanë fjalën po mirë, e bën sektin e vet, por ama se ka një gabim këtu se thon njerëzit për shembull munde Berishën dil përballë, pastaj kur del përballë, dole për të shërbyer kundërshtarit politik, se ka paradokse pafund. Shiko. Unë them që ata që janë aty do t'i bëjnë një pyetje vetes. Do t'i shërbejnë njeriu apo do t'i shërbejnë Shqipërisë? Janë aty për të mbrojtur njeriu, janë për të mbrojtur shqiptarët. Janë aty sepse i kanë dhënë fjalën shqiptarëve që do t'i përfaqësojnë apo do të përfaqësojnë. Po nuk mund ta bëjnë ato njerëz që kanë prurë deri deri këtu, qoftë politikën, qoftë partinë demokratike. Unë jam dakord që mendet që kanë prodhuar konfliktin nuk e zgjidhin konfliktin. Por në botë, domethënë, këto reforma zgjidhen duke dhënë dorëheqje ai që është përgjegjësi kryesor, ai që do merrte meritën kryesore, ai është përgjegjësi kryesor. Po nuk ta jep mërgimin. Dhe shiko, atëherë thjesht do lëngojnë shqiptarët për të gjenë një forcë dhe kjo pastaj do jetë e dhimbshme sepse do zhvendoset ky elektorat. Do zhvendoset, do shkojë ke një fuqi tjetër. Vetëm atëherë pastaj ne nuk kemi pse merrem më Berishën. Por sa kohë ai është aty dhe ka këtë lloj përqindje të votuesve, ne do vazhdojmë të kërkojmë me ngulm që Partia Demokratike nuk mund të jetë njeriu, nuk mund të jetë për njeriu dhe nuk mund të jetë, domethënë, ka një shprehje amerikan. Old horses doesn't learn new trick. Okej, po, shiko. Ky Berish bëhet edhe më i keq tashin këtë moshë. Plus që ka ngarkesat e gjithave që i dim, plus përballjen me drejtsinë, tash gjithë kanë të qartë vetëm kush rre menjen që pse Berisha rri akoma. Mos kishte ngarkesa, Berisha kishte hik. Po Berisha do të ruaj djalin, do të ruaj veten, do të ruaj familjen. Ai ka të qartë më mirë, ne nuk dim as jo ç'a di ai për veten. Ku ishte djallëzorja këtu dhe e zotit Rama për të mbajtur Berishën? Ishte zgjuarësi që mbajti një kundërshtar që e rundë në politikë? Ore, kjo është si futboll valla, Rama bolojnë vet, problemi është pse nuk e gjet. Kjo Rama është kryeministri i shqiptarëve, nuk është kryeministri i Partisë Socialiste. Edhe Berisha kryeministri i shqiptarëve ka qenë. Po, nuk janë as, domethënë ai mund të jetë kryetari i partisë. Dimi, ti të keqen nuk e qit dot duke u përgjigj me të keqe. Problemi është që Rama bolojnë vet. Problemi është që ti psele dhe ky psele sepse ne jemi korruptuar si shoqëri mërgim, jemi konformuar si shoqëri tragim. Dhe mos ta gjejmë tash avem gishin këtu atje. Nuk është korruptuar, domethënë moralisht Berisha, është korruptuar PD-ja. PD-ja pra. Pra, duhet të kërkojë përgjegjësi, por ama fillon në mënyrë individuale i kërkohet atij që ka më shumë përgjegjësi, pastaj fillojnë të vinë. Se kështu është edhe ndëshkimi në këtë botën tjetër, është si mas përgjegjësive mbahet përgjegjësia. Ti ke parti të vogla që nuk japin kryetare tash ti edhe Dashi edhe Gon Ganduka. Që dha një shembull, që hajde llavet se nuk shko më. Po pse e dhan? Sepse nuk kanë frikë, kurse Berishën e ma frikë më ti zotni. Berishën e ma frikë aty, se vetëm atë pushtet ose opozita është pushtet. Dhe si do të qoftë keti sa favore. Në demokraci patjetër që. Po, është pushtet, dhe ai është pushteti më i madh, ai që thotë ju dum, ne, ai është. Po që të vinë pushtet ai për përmirësuar dhe si mund dhe këtu fitoi Rama sepse asnjë shqiptar nuk mendoi që të sjellej prapë Berishën për të ndryshuar gjendjen.